Këngëtarja dhe ish-banorja e Big Brother VIP Albania, Egli Tako, vazhdon të jetë një nga figurat më të ndjekura në rrjetet sociale, ku aktiviteti i saj pothuajse nuk ndale. Çdo ditë, ajo nda me fansat momente nga jeta e përditshme, duke treguar një kombinim të veçantë mes elegancës, natyrshmërisë dhe provokacionit, duke mbajtur gjithmonë vëmendjen e publikut të saj. Sot, Egli ka postuar disa imazhe të reja që sapo kanë pushtuar rrjetet sociale. Ajo shfaqet duke u marrë reze dielli, duke shijuar momentet e qeta dhe ngrohtësinë e motit të bukur të janarit. Oj nëna ime, çfarë dielli sot, shkruan ajo në një nga postimet e saj, ndërsa një tjetër shpreh dëshirën për një ditë relaksi. Dua të shkoj në plazh. Për fansat e saj, këto imazhe janë një pasqyrë një Eglije më të afërt dhe më të natyrshme, larg dritës së reflektorëve të televizionit. Në këtë foto, Egli nuk heziton të shfaqë edhe anën më provokuese të saj. Me poza që theksojnë linjat trupore dhe gjoksin e saj, këngëtarja ka marrë një reagim të menjëhershëm nga ndjekësit, të cilët nuk kanë kursyer komentet pozitive dhe pëlqimet. Shumë prej tyre e komplimentojnë për bukurinë natyrale dhe stilin e veçantë, duke e quajtur Eglin një nga femrat më tërheqëse të showbizit shqiptar. Por imazhet provokuese nuk janë gjithçka që Eglin ndan me publikun. Përmes postimeve të saj, ajo shpesh tregon edhe pasionin për muzikën, udhëtimet, modën dhe momentet e thjeshta të jetës së përditshme. Ky përzierje mes të qenit yll mediatik dhe një person real, e bën atë të veçantë dhe të afërt me fansat e saj, duke krijuar një lidhje të fortë dhe të qëndrueshme në rrjetet sociale. Egli duket se po kalon një periudhë të qetë dhe të kënaqur me jetën e saj personale. Fotot e reja tregojnë një vajzë të lirë, që shijon momentet e vogla të përditshmërisë, të rrethuar nga dielli dhe natyra. Fansat e saj ndjekin çdo lëvizje dhe nuk hezitojnë të komentojnë çdo detaj, nga pozat e saj provokuese të përshkrimet plot humor dhe energji pozitive. Ndërkohë që shumë figura të tjera të showbizit shqiptar mbeten aktive për të promovuar vetëm projektet e tyre profesionale, Egli ka zgjedhur të ndajë një imazh më të plot të vetes, duke përzier stilin, modën, bukurinë dhe momentet personale me një publik të gjerë që e adhuron. Me një kombinim të tillë, nuk është çudi që postimet e saj të marrin mira pëlqime dhe komente në çdo orë. Në një kohë kur rrjetet sociale luajnë një rol kyç në karrierën e artistëve dhe figurave publike, Egli Tako ka treguar se din të ruajë ekuilibrin mes të qenit e hapur dhe të ruajtur, mes provokacionit dhe natyrshmërisë. Fansat e saj vazhdojnë të presin me padurim çdo postim të ri, duke ndjekur jo vetëm si një ish-banor të Big Brother VIP Albania, por edhe si një këngëtare dhe personazh publik që ditë të ri gjithmonë në qendër të vëmendjes. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.